Në rasteve ma shumë është mbet fjalë se sa vepra, se tash punisna prej edukatës, prej sjelljes, prej traditave, zakoneve, e shumë gjanave tjera, do më thonë gjithë shkave është të shku në humbje. Vetëm moshat pak ma djetra, pi respektojnë pak ma shumë edhe pja udin vlerën pak ma shumë. E sa i përket e pjesa tjetër që këtu e komentu, ma herët ishta mu kyqë në temë, unë mendoj që për kohën e sotit, numri budallëve është në rritje. Një ndërta, mendoj që në drejtë sociale, 80% veç pjadhojnë një hapësirë vetës për me dushmu vetën. Sepse për shembull shumicën e rasteve njerëz që dalin nëpër media, për shembull shprehin mendimin e vet, shumë prej komentuesve me profile fake, domethënë ndryhin edhe mendimin personal që i drejtën e botës. Si budallti në momentin kur shprehesh numri budallëve është në rritje? Po unë kështu e ndërlidhen, domethënë kur ti jap një mendim personal, edhe domethënë ta cënon të drejtën edhe të mendimit personal i jotit me cilën ti se domethënë. Po nëse dikush ka mendim të kundërt ndaj tjetrit, do thotë që është asi niveli çysh e quajtë. Po nëse shkon në ofendime ose komente banale, edhe ndërhyn të gjanat personale kur ti keni shije ose mënyrë jetese me cilën ti nuk e domethënë askënd, unë mendoj që edhe ndërhyrja pa vend. Edhe kjo mendoj që e dëshmon pak a shumë që... A ke pas rrallë shkurta me u përballë me ndonjë prej komentuesve që ma ndërë ka ndru komentin që ka pas negativ ose diçka, ka ndodhur ty personalisht? Po. Kur kom dhoni komendë shtesë, për shembull për keq kuptimet që janë bëu për shembull nëpër media, kur janë hije kanë kshyer profilin edhe veprimtarinë time me çka mirën, për pas parasysh unë mirëm me persona me aftësi të kufizume dhe i kam mbi 600 anëtar që i kam të regjistruar, atëherë domethënë ka ndryshuar edhe mendim. Mendoj që njëri nuk duhet me gjyku njëri tjetrin vetëm brenda 1 minuti ose 5 minuti që na jemi këtu në televizion. Mendoj që njeriu për mu gjyku duhet me kshyrë edhe punë edhe vepra tjera që na i kemi ndërtuar ndër vitësh. Po jo për shembull nëse japëm një koment. Po ai bjen pak se tash më kujtohet me Liv, na jemi të flakt pas Dua Lipës, Rita Orës. E ndoshta këngëtarët që i kemi këto, shpesh dim edhe me i neglizhuese, që po flasim me komente negative, apo i bjen që njerëz që i kemi larg nesh, jo ata që jetojnë afër neve, kemi këtë diskurs? Ma dashtu njemi me... Po ka raste që ka njëherë ndoshta pak edhe populli dhe me qenë pak edhe pa drejt, sipas menimit tem, se ka njëherë pa vlerësu i huji, nuk e vlerëson i veti. E sa përket edhe te pjesa që tha Kosova s'ka po kur gjo, Alketa unë jam i pajtimit shumë me mendimin e saj, se unë po ndërlidhe me punën që veproj që 6 vite 3 muj, domethënë për personat me aftësi të kufizume, ky shtet me të vërtetë s'ka po kur gjo, se unë vetë vllavin e kam me aftësi të kufizume, domethënë 180 euro merr pak. Kur që kjo kategori, domethënë lihet anash, edhe ky shtet nuk punon për këtë kategori, unë nuk mendoj që ky shtet ka ecë para. Se para 2 javë për shembull, vllavin tem unë e çova në spital shtetit, domethënë për me hjek një dhëm, edhe nuk pat lift në katin e dytë edhe na mbetëm jashtë. Tash mjekësia kur nuk investon në mjekësi, unë s'u më thonë që shteti është para. Edhe unë jam shumë e pajtimit me mendimin që ta. Asa një infrastrukturë mjekësore imagjinate, ajo është baza. E mos flasim për gjëra tjera, ndërsa për shembull për festan e vitit të ri, kanë investu ka 70.000, 100.000, unë s'kisha me thonë që do të me pas prioritet për shembull me zbukuru qytetin para se me konë me mjekësi gjanat mi qitë në vi. Se unë mendoj që mjekësia do të me konë prioritet para gjanave që janë me zbukurim, për shembull me zbukuru shtetin, ose qytetin, ose për festat ndryshme. Nuk jam kundër aty në festave, po jo para